Natela, të përshëndes. Po, Ajda, edhe unë në fakt ju përshëndes dhe duket se moti keq me resh që shiu i ka lënë vendit temperatura disi të freskëta, por edhe her pas here janë rrezet e diellit ato të cilat aktivizohen dhe më pas largohen duke krijuar kështu një mot të paqëndrueshëm, por mëngjesi sotëm ka nisur pa prezencën e reshjeve të shiut dhe dukshëm moti në qarkun e Elbasanit është përmirësuar. Në fakt duket se edhe lumi shkumbin me ato problematikat e vogla që pati gjatë këtyre ditëve është treguar disi edhe i kursyer në fakt dhe zemërgjër le ta them kështu në gjuhën popullore me qarkun e Elbasanit, sepse domët nuk kishin qenë edhe më të modad, gjithsesi gjatë ditës së sotme niveli i prurjeve është mesatar, qoftë në lumin shkumbina ashtu edhe në ato devol, dy nga problematikat kryesore të qarkut e Elbasanit, por edhe në Përrejt. Unë jam vendosur aktualisht në Përrojën e Zaranikës, i cili konsiderohet problematik dhe një min me sahate kanë tuar ndër vite dhe ekspertët e fushës në rast se ka mbi ngarkesa apo mbi prurje të reshjeve, por që situata paraqitet pa probleme. Ndërkohë që ju e cekët në fakt problematike dhe gjithë vëmendja e dy ditëve të fundit ka qenë tek heci i banjës, ai gjatë mbrëmjes ka shkarkuar 200 metër kub në sekond, është duke u parë nga afër nga përfaqësuesit e firmës Devol Hydropower, se si do të vijohet në vijim. Është rëndësishme të themi që qoftë pjesa poshtë digës, por edhe gjithë zona e Sulovës ku është përqendruar vëmendja deri në këto momente nuk ka patur përmbytje të tokave bujqësore, sepse bëhet fjalë për një zonë e cila dukshëm me ka mbështetur aktivitetin e saj te prodhime të bujqësore të fermerëve, ndaj nëse do të kishin përmbytje të këtyre tokave, patjetër që dëmet do të ishin edhe më të mëdha se sa kaq. Ndërkohë që situata sa i takon lëvizjes në akset nacionale dhe rurale gjatë ditës së sotme paraqitet e qetë pa problematika, ka pasur një problem gjatë natës në drejtim të aksit Elbasan Peqin, pasi një pemë në fakt ishte shkëputur dhe kishte bllokuar korsin e lëvizjes së mjeteve, është ndërhyrë gjatë natës dhe gjatë ditës së sotme situata nuk paraqitet problematike. Në fakt ulja e temperaturave ka bërë të mundur që zonat malore të qarkut e Elbasanit të mbulohen nga manteli të borës. Fillimisht të bëra ka nisur në zonën e Librazhit, në furstuden të Librazhit, e cila njeh si një ndër zonat dhe atraksionet më të bukura, e cila po ashtu ka njohur zhvillim të turizmit të vitet e fundit, po ashtu edhe në zonat malore të Elbasanit, mund të përmend këtu zonën pikën turistike të Gjinarit, e cila po ashtu gjatë mbrëmjes është përfshirë nga reshjet e Dëborës, ndërkohë që po e njëjta situatë na vjen edhe nga zonat malore të Gramshit, por këtu shpesh herë jo vetëm që jo gjithmonë janë mundësitë për të zhvilluar turizmin, por shpesh herë banorët janë ata të cilët hasën ose përballen me bllokimin e rrugëve. Gjithsesi në këto parametrat ku jemi, kur edhe temperaturat gjatë ditës së sotme, siç unë e theksova, kemi riaktivizim të rrezeve të diellit, bën që situata të jetë e qetë dhe të mos ketë problematika të paktën deri në këto momente. Natela, sa i takon fermerëve atje, sa të prekur janë, cili është shqetësimi tyre gjatë këtyre ditëve? Ajde, në fakt unë e kam thënë që qarku i Elbasanit ka qenë me patë nga këto reshjet e fundit, sepse problematikat nuk kanë qenë shumë të mëdha. Të paktën një nga problemet kryesore që ne cekëm ishte lumi shkumbin, i cili në përjashtim të një familje në zonën e Librazhit, e cila rrezikonte të përmbytej dhe më pas është bërë evakuimi i saj drejt familjarëve të tyre, dhe kjo jo për shkak të familjes në fjalë, por për shkak të punimeve pa standarde, të paktën e cituar kjo edhe nga emergjencat civile që ka bërë firma kontraktuese e cila po ndërton korridorin e 8 në këtë zonë dhe ka rrezikuar këtë familje. Në pjesë të tjera nuk është se ka pasur problematika serioze dhe përmbytje të fermerëve. E vetmja problematik ndoshta të cilën vlen ta theksojmë është se kjo është periudha apo stina ku fermerët kanë grumbulluar apo kanë mbledhur frutet e ullirit. Është një punë disa mujore, po për shkak të mungesës së energjisë elektrike në zonat e thella dhe në pjesë të konsiderueshme të Gramshit, në fakt bizneset të cilat të bëjnë të mundur për punimin e ullirit e kanë pasur të pamundur që gjatë kësaj periudhe të punojmë. Kjo ka detyruar që edhe në një mod të pazakontë shumë të vështirë
si e i ditëve të fundit, shpeshherë edhe me problematika në lëvizje në rrugë, fermerët të marrin në rrugën dhe t'i dërgojnë këto produktet e tyre, pra ullirin, për ta përpunuar në fabrika që ndodhen ndoshta në Elbasan apo dhe në zonën e Cerrikut. Faleminderit Entela për gjithë sa solle në vëmendje. Shpresojmë që gjatë kësaj jave kemi informacione të cilat lidhen me të bëri turizëm atje, se është zhvilluar të paktën në disa zona, të jashtëzakonisht në i cekën pak, janë dhe pamjet që tregojnë këtë. Dhe të kemi lënë pas situatën e vështirë në cilën u përfshi jo vetëm Elbasani, i qarku Elbasanit, por thuajse një pjesë e mirë e territorit shqiptar. Edhe një herë të përshëndes. Faleminderit.